Arbana Osmani është një nga prezantueset më të njohura dhe më të dashura të ekranit shqiptar. Ajo vjen të drejtë vëmendje dhe për paraqitjet e saj elegante. Aktualisht ajo po drejton një emision me Mbrëma Yje, i cili po pëlqehet nga publiku dhe transmetohet vetëm në YouTube. Por së fundmi, Arbana ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të festës së ditëlindjes së djalit të saj, të quajtur Dielli. Ngjarja u organizua në një ambient të ngrohtë familjar dhe u karakterizuar nga një atmosferë gëzueshme mes të afërmëve dhe miqve të ngushtë. Por ajo që ra në sy ishte zgjedhja e veshjes së Arbana Osmanit. Ajo kishte veshur një fustan të shkurtër elegant që theksonte stilin dhe vetbesimin e saj. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Arbana Osmani është një marrëdhënie dashurie me Eduard Grishajn, partner në jetë, partner dhe në punë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.